Horoskopi ditor, enjte 10 prill 2025, dashi, energjia në ajër të frymëzon për veprime të guximshme dhe vepndime të mëdha. Një bisedë e papritur me një person me ndikim mund të hap dyer që më pari konsiderohet të mbyllura. Është momenti i duhur për të shfaqur ambicjet dhe për të kërkuar më shumë nga vetja. Në marrëdhëniet ndërpersonale po lind një nevojë për sinqeritet dhe thellim emocional. Dikush që ka kohë që përpiqet të afrohet me ty mund të tregojë ndjenjat e veta në një mënyrë krejt të papritur. Reagimi yt do të përcaktojë nëse kjo lidhje do të forcohet apo do të largohet si një erë lehtë. Nga ana shpirtërore, një nevojë për balancë dhe qetësi po bëhet më e dukshme. Mund të ndihesh një tërheqje drejt natyrës apo një praktike që të qetëson mendjen. Dëgjoj trupin tënd dhe merr kohë për reflektim të brendshëm. Aty fshihet forca që ke kërkuar prej kohësh. Demi, një rit të më i qëndrueshëm të jep mundësim për të analizuar situatat me qetësi dhe larg pamësi. Financat duken premtuese, veçanërisht nëse ke patur projekte në pritje që më në fund po japin dhe po marrin drejtimin e duhur. Vendosmëria jote po të shpërblen me rezultate konkrete. Në aspektin sentimental, dikush kërkon vëmendjen tënde në mënyrë jo gjithmonë të drejt për drejt. Këshillohet një komunikim i hapur dhe pa paragjykime për të shmangur keqkuptime të panevojshme. Njerëzit pranë teje ndihen të sigurt kur ndjejnë se i dëgjon me zemër. Koha është e favorshme për të ushqyer anën krijuese. Një hobi i harruar mund të zgjohet dhe të sjellë kënaqësi të papritura. Mjafton të lejosh veten disa momente lirie për të eksploruar pa ndjenja faja apo kufizime të vetë vendosura. Binjakët, një ide re po merr formë në mendjen tënde dhe ka potencialin të sjellë ndryshim real në jetën tënde profesionale. Të tjerët mund të duken skeptik në fillim, por qartësia dhe mënyra se si e prezanton vizionin do të fitojë me kalimin e kohës. Është koha për të ndërtuar dhe jo për të pritur. Në jetën personale, një mesazh ose një takim i papritur mund të rikthejë ndjenja të vjetra në sipërfaqe. Kujtimet janë të fuqishme, por vendimet e reja kërkojnë zemër të fortë. Dallimi mes nostalgjisë dhe dëshirës së vërtet do të bëhet i qartë nëse i dëgjon emocionet pa frikë. Ka nevojë për më shumë kujdes ndaj trupit dhe mendjes. Angazhimet e përditshme mund të kenë lodhur më shumë se sa ke menduar. Një rutinë e vogël relaksuese mund të bëjë mrekulli, qoftë një shëtitje e qetë apo një orë larg telefonit. Gaforja, emocionet janë në lëvizje dhe ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si shen ngjarjet përreth. Ka një nevojë për të folur hapur me dikë që ju kupton vërtet. Mbajtja e ndjenjave brenda po krijon presion të panevojshëm. Një rrëfim i sinqert mund të jetë çlirues. Në fushën e punës, një detyrë që duke e vështirë mund të zgjidhet përmes bashkëpunimit. Nuk është dobësi të kërkosh ndihmë, përkundrazi kjo kërkon pjekuri dhe zgjuarsi. Do të zbulosh se ka njerëz pranë teje që janë të gatshëm të ofrojnë më shumë se sa ke menduar. Nga ana shpirtërore, një ndjenjë thellësisht intuitive të që drejt një zgjedhje të rëndësishme. Mos e nënvlerëso zërin e brendshëm, ai po të udhëzon drejt një rruge që të përkon natyrshëm. Lëre veten të frymëzohet nga eshtja dhe jo vetëm nga zhurma përreth. Luani, dëshira për të shkëlqyer është më e fortë se kur dhe po reflekton në mënyrën se si po vepron në projektet e tua. Duket sikur të gjitha syt janë drejtuar drejt teje, por kjo nuk do të duhet të jetë barë. Në vend të presionit, shih mundësinë për të udhëhequr me zemër dhe kuraj. Në aspektin emocional po shfaqet një ndjenjë krenarie që mund të pengojë një hapje më të sinqertë me dikë të rëndësishëm. Lejo veten të jesh i prekshëm. Ndjeshmëria nuk e zbe fuqinë tënde, përkundrazi e bën më të vërtetë. Një ngjarje vogël, ndoshta pa shumë rëndësi në pamje të parë, mund të ndikojë ndjeshëm në perspektivën tënde për jetën. Kujdesi ndaj detajeve dhe gatishmëria për të mësuar nga përditshmëria janë çelësi i përparimit të brendshëm. Virgjëresha, një strukturë që ke ndërtuar me kujdes po fillon të jap frytet e para. Ndjesia e kontrollit është e fortë, por jeta ka mënyrën e vet për të futur element të papritur që kërkojnë përshtatshmëri. Ndryshimi nuk është armik, por mundësi për të provuar veten në një tjetër nivel. Në marrëdhënie mund të ndjesh një tërheqje ndaj dikujt që të sfidon intelektualisht. Kjo lidhje
mund të mos jetë e zakonshme, por ka potencial për të nxitur të rritesh emocionalisht. Mjafton të dalësh nga zona e komoditetit dhe të lejosh që ndjenja të rrjedhin lirshëm. Një dëshirë për të tërhequr nga zhurma e jashtme po bëhet më e theksuar. Një hapësirë e pastër e organizuar do të ndihmojë të qetësosh mendjen. Krijimi një rutine të re, sado e vogël qoftë, mund të ketë ndikim të madh në ndjesinë tënde të mirëqenies. Peshorja. Balanca mes dëshirave personale dhe pritshmërive të tjerëve po vihet në provë. Mund të lindë një ndjesi për të ndryshuar kursin në një projekt, por presioni social mund të krijojë dyshime. Vetëm në heshtje mund të gjesh përgjigjen që të jep paqe. Një dashuri, një energji e re po krijon magnetizëm të veçantë. Njerëzit të rriqen nga qetësia dhe eleganca jote, por është thelbësore të mos fshihesh pas një fasade. Lejoje veten të tregosh edhe anët më pak të përsosura, aty lind lidhja e vërtet. Një ftesë për të marrë pjesë në një aktivitet social mund të sjellë më shumë se sa një mbrëmje të këndshme. Kontaktet të reja mund të hapin dyert të rëndësishme në të ardhmen, prandaj vlerësoj të investosh energji në ndërtimin e marrëdhënieve të reja. Akrepi, një ndjesi e thellë për transformim po të shtyn të rivendosësh disa zgjedhje të kaluara. Është momenti për të përqafuar ndryshimin pa frikë dhe për të lënë pas ngarkesat emocionale që nuk të shërbejnë më. Sa më shumë që liron veten nga e shkuara, aq më lehtë hapen rrugët për përparim. Në marrëdhëniet personale je duke kërkuar thellësi dhe autenticitet. Bashkëbisedimet sipërfaqësore nuk të kënaqin. Kërkon lidhje që të sfidojnë, të pasurojnë dhe të zhvendosin kufit e zakonshëm. Një bisedë e sinqertë mund të jetë katalizatori një aftësie të re. Ka ardhur koha për t'i dhënë përparësi shëndetit mendor, një praktik medituese, një ditar apo thjesht një shëtitje reflektuese mund të ndihmojë të pastrosh mendjen dhe të rikthehesh në qendër. Rruga drejt fuqisë së brendshme kalon përmes përparimit të vetes. Shigjetari, horizontet e reja po të tërheqin me një forcë që nuk mund ta injorosh. Një ide udhëtimi, një projekt ndërkombëtar apo thjesht një përvojë kulturore po të ndizet në mendje si një dritë aventureske. Kur guxon të dalësh nga zona e zakonshme, zbulon pjesë të vetes që si njihje. Në marrëdhënie, entuziazmi yt është ngjitës, por mund të keq kuptohet nëse mungon qartësia. Dikush kërkon që ta marrësh me seriozitet se sa je mësuar të bësh. Nëse lidhja vlen edhe përkushtimi, jep atë që do të doje të merje. Përqendrimi në qëllimet afatgjata po bëhet më i fortë, sidomos nëse ndihesh i ngopur me sipërfaqësoren. Një ndryshim në mënyrën e të menduarit rreth suksesit po merr formë, jo më lavdi e shpejt, por rritje që mbështetet në përmbajtje të vërtetë. Bricjapi, disiplina dhe këmbgulja kanë qenë gjithmonë forca jote, por këtë herë mund të ndjesh nevojën për më shumë fleksibilitet. Një situatë po të sfidon të mos i qasesh gjithçkaje me kontroll të plotë. Të lesh diçka të ndodhë pa ndërhyrë mund të sjellë rezultate më të mira se sa planifikimi imtësor. Në raportet personale dikush kërkon siguri prej teje, por pa ndjenja të importuara. Mënyra se si e shfaq përkushtimin ka rëndësi të madhe dhe heshtja jote flet shumë. Nëse lejon zemrën të udhëheq. Emocionet e sinqerta janë më të fuqishme se fjalët e matura. Një përparim i ngadalt në një projekt të rëndësishëm nuk do të thotë ngecje. Ka mësime që dalin vetëm kur ecja është e qetë dhe kujdesshme. Mjafton të mos humbasësh besimin tek procesi që ke ndërtuar me përkushtim. Ujori. Një ide novatore po të gryen mendjen dhe kërkon vëmendje serioze. Koha është ta ndash atë që mendon, edhe nëse duket e pazakontë me të tjerët. Ndryshimet që do të nisin sado të vogla mund të kenë jehon më të madhe se sa e mendon në fillim. Një marrëdhënie ndjesie lirisë është e pazëvendësueshme, por liria nuk përjashton aftësinë. Mjafton që ajo të ndërtohet mbi mirëkuptim dhe jo detyrim. Një person që të kupton pa fjalë mund të të bëjë të ndihesh më i pavarur se kur. Një ftesë për të marrë pjesë në një aktivitet social apo komunitar mund të sjellë jo vetëm kënaqësi, por edhe lidhje me njerëz që ndajnë të njëjtat vlera. Mos e nënvlerëso fuqinë e bashkëpunimit në ndërtimin e diçkaje me ndikim real. Peshqit.
Një ëndër që ka kohë që e ke mbajtur për vete, po kërkon hapësirë për të shprehur, natyra jote e ndjeshme dhe krijuese është e gatshme të shkëlqej. Mjafton të lejosh veten të jetë autentike, pa frikën e gjykimit. Në dashuri një ndjenjë magjike po rikthehet mes jush dhe një personi që ka sjell dritë në jetën tënde. Por nëse ke qenë i pasigur, do të vi një moment qartësie që do të tregoj nëse kjo lidhje është një iluzion apo është një realitet që vlen të rritet. Përqendrimi në mirëqenien emocionale do t'jap një shtysë të re. Muzika, arti apo thjesht koha e kaluar pranë ujit mund të të mbushin me frymëzim dhe qetësi. Ndonjëherë më shumë se çdo plan konkret, është ndjesia ajo që të drejton drejt asaj që të përmbushet.